Sot ndodhemi në protestën e tretë të radhës. Deri në këtë moment nuk ka pasur asnjë lëvizje konkrete drejt arritjes së ndonjë marrëveshje për përmbushjen e kërkesave tona legjitime. Ne, punëtorët e ndërmarrjes, mbetemi të palëkundër në qëndrimet tona për kundër kërkesave tona dhe refuzimit të tyre, që nga fillimi i grevës deri më tani nuk kemi ftuar në asnjë takim dhe nuk na është ofruar asnjë alternativë për tejkalimin e gjendjes së krijuar. Me pak fjalë, nuk ka pas asnjë reflektim nga pala tjetër. Kjo situatë është e papranueshme dhe ne detyrohemi të vazhdojmë protestën, por tashmë në forma tjera. Fillimisht do të angazhojmë një ndërmjetësues ligjor për të negociuar kërkesat tona. Nëse nuk arrihet një zgjedhje, do të fillojmë me bojkot në vend të punës. Nëse as kjo masë nuk sjell reflektim, do të detyrohemi të hyjmë në grevë të përgjithshme, ndonse kjo është një masë që nuk e dëshirojmë. Gjithashtu ju informojmë se jemi në pritje të një përgjigje nga kryetari Rama, i cili sipas detyrimit të tij kushtetues duhet të takohet me qytetarët e tij për t'i dëgjuar shqetësimet e tyre. Për këtë qëllim i kemi dërguar 2 emaila zyrtare. Tani do të përfshisim kërkesat tona. Rritja pagës mujore, si kushti domosdoshëm për vazhdimin e punës, pagesa shujtës, pagesa sigurimi shëndetësor, shlyrja e borxhit për muajin shtator, gusht, kjo ka qenë një gjysmë rroge që na i kanë qiq atëherë, dhe pagesa e kontributit të sindikatës. Do të mundona pak edhe me elaboru pak këtë farë citate që është. Sindikata është formuar më shumë se 2 vite për shkaqe të pakënaqësive që kem pas. Kërkesat përpara ishin shujta, pagesa disa orëve shtesë, ka pasur disa tjera kërkesa. Kemi pas disa, por na prap kemi vazhdu me punë. Kemi pas disa beneficione, nuk e mohojmë. Festat e Bajramit janë pagu nga 100 euro, në 2 festat nga 100. Kemi pas në fund vitit na i kanë qika 250 euro, edhe disa beneficione tjera që na i kanë mundësu me vazhdu punën. Që nga 8 maj dhe deri më 10 shtator, Gjykata Supreme na i kanë ol punën. Nuk kemi pas nga atëherë kur farë beneficioni. Kemi punu që kemi mujtë. Tash rroga e vogël që kemi, po na pamundson të vazhdojmë me punë. Një prej takimeve me kryeshefin që na ka kërku afat deri në muajin shkurt, me prit për të rregulluar gjendjen. Ka shpresu se rregullorja e re e punës mos po votohet në asamble. Vetëm në muajin shkurt, sindikata i ka pas 2 takime me kryeshefin. Na ka prezantu bilancin e të hyrave dhe shpenzimeve, e kim pa që ka ma shumë shpenzime se sa të hyra. Ndërmarrja na ka thonë se është në krizë, rezervat që i ka pas, na i ka pagu rrogat për që tu 4 muaj sa nuk kemi punu, dhe një na ka me gjysmë borxh. Ndërmarrja ka shumë borxhe të akumuluara për shkak të mos punës tonë, pra nuk kanë mujtë mi pagu obligimet që i kanë ndaj tjerëve. Pra, po na thojmë kështu që na jemi ndërmarrje publike në shërbim të komunitetit. Do ta kshamonim vetëm si shembull, kështu sa për ilustrim. Shembull, trafiku urban me një numër të vogël të udhëtarëve me rrugët më të larta të Prishtinës për shkak se paguhet me kilometra. Ndryshimi i qytetit shembull është nuk gjenerat hyra, po vetëm shpenzime. Pra ka mundësi. Nuk është e vetmja gjë që punojmë na ajo që shifet. Me prezencën tonë, në mënyrë indirekte krijojmë siguri, nuk ofrojmë siguri se është policia e Kosovës, na vetëm krijojmë me prezencën tonë. Evitojmë vjedhjet, se jemi prezent aty. Evitojmë dëmet e vetura që mund me ndodhë në parking, nga si të papërgjithshëm u marrim shumë një veturë se me ik, na jemi prezent aty. Pasi që ndërmarrja nuk po mundet të na ndihmoj, atëherë kryetari mundet. Nga kryetari kërkojmë të na rregulloj kushtet e punës, sigurim afatgjat në punë dhe një pagesë dinjitoze. Siç po shihni, edhe uniformat nuk i kemi, mos se janë shkatërruar, thujse. Gjithashtu reputacioni i ndërmarrjes shifet në dukjen tonë. Ne kemi edhe vizitorë nga shtetet e të huaja që shëtitën në përfshin, ata na shohin neve çdo ditë, se shifemi na. Uniforma solide e krijon një identitet. Protesta ka filluar që disa javë, pasi që kena bisedu me zyre, kena këtu bisedat krejt. Jemi të punu se ka nevojë qytetari për neve. Kështu që, po, të punu jemi ende. Po nuk e dim se deri kur do të filloj hapi i radhës që do ta marrim. Sa është numri i punëtorëve që i ka ndërmarrja? Ndërmarrja flitet që i ka dikun 200 punëtorë.
Sot jena mbledh këtu, është protesta e tretë, cilën e kena bo, është java e tretë. Po shpresojmë që kjo është e fundit. Kena më hi me një ndërmjetësim, nëse edhe aty nuk ka kur gjë, do të filloj me grevë. Qëllimi jënë është për kërkesat cilat i kena adresu, është rritja pagës edhe shujtja janë gjërat më të kryesore që ne i kërkojmë tani për tani. Po shpresojmë që do të bëjmë diçka. Sa është paga aktuale e punëtorit të Përshëndetit? Paga mesatare. Dhe ju po kërkoni? Na po kërkojmë me rrit tamam sa nevojitet për kushtet cilat janë sot. Ju po kërkoni përmirësim të kushteve? Absolut, përmirësim të kushte shpunojnë punëtorët e Përshëndetit? Për momentin janë kushtet pak më të vështira. Jo pak, po këgja më të vështira. Pas kësaj proteste, çka presni? Presim një ndërmjetësim, nëse nuk ka diçka dhe ndërmjetësim, do të vazhdojmë me grevë. Tjetër s'na ka mbet. Nuk punoni, do të plasojmë me grevë, ose bojkot. Të nderuar të pranishëm, sot si përfaqësuesi sindikatës së re të korporatës energjetike të Kosovës, e kemi pa të arsyeshme të mbështesëm këto kërkesa legjitime që jeni duke i kërkuar që një kohë të gjatë dhe ka hast në vest të short të këtij menaxhmenti dhe këtij bordit të kësaj ndërmarrje. Nuk e di se ku ka me shku ma keq se sa mos me pas shujtën e ushqimit punëtori. Nuk ekziston kërku në Evropë. Pra, kjo kompani mund t'i ketë punë të keq, a mos sa do të varfën që jeni ne si shpije njerit ju jepëm bukë familjarve. Edhe këta duhet me dhanë shujtën e ushqimit. Nuk e di ku ka makrim ekonomik, se sa me anal paret punëtorit për antarësit e sindikatës, e mos mi avëqit në llogaritë e sindikatës. Kjo është vjedhje, kjo është krim dhe nga këtu i ftoj prokurorinë e shtetit të merren me këtë çështje. Qysh ka mundësi me ju nal paret antarëve të sindikatës e mos më ju qitë në llogaritë e sindikatës. Kjo tregon tendencën e qartë, se këta kanë tendencë ta shuajnë zërin sindikal, por nuk do të mujnë, se do ta kenë përkrahjen në vazhdimsi, edhe të sindikatës tonë, po edhe të gjitha sindikatave në Kosovë. Sepse njëri për tjetrin e kemi të drejtën të solidarizohemi, po edhe në mënyrë financiare. Ku ka ma keq se këta punëtorë të cilët smuhen me smundje të ndryshme dhe nuk ju paguhet sigurimi shëndetësor e nuk kanë sigurim shëndetësor. Ata që jep ligji i punës, ata që e përcakton kriterje e rregulloria, të injorohen këta sindikalista, të injorohen këta punëtorë, që besa shumë prej tyne dëgjova që nuk janë këtu, nuk janë për shkak të mos përkrahjes, po për shkak të presionit që ja bën ky menaxhment i çoroditur, ky bord i krisun, sepse nuk mund të thuhet ndryshe nëse i kërcënohesh punëtorit për të drejtën e tina, mos me dalën protest. Prandaj, edhe ata punëtorë të cilët nuk janë sot këtu, i ftoj të gjithë të janë pjesë e protestës, të kërkojnë të drejtën e tyne, mos lejojnë shkeljen e të drejtave tyne në vend ku ne sot jetojmë në këtë kohë në vitin 2026. Kjo është krejtësisht e pa kuptim. Prandaj nga këtu i bëj thirrje edhe një herë menaxhmentit dhe bordit të kësaj ndërmarrje, që do të merren me kërkesat e sindikatës. Mos t'ja vjedhin paret e sindikatës, se kjo është e turpshme. Mos t'ja vjedhin shujtën e bukën e gojës. Faleminderit shumë. Mbështetja është që t'i përkrahet çdo sindikat pa marrë parasysh edhe këto sindikatën e Parking Prishtinas, që t'i paguhet shujta, antarësia,
sigurimi shëndetësor dhe gjitha tjera benefite që i gëzojnë ana si ndërmarrje publike ose si punëtor, pa më parasysh. Sa është më rëndësi që këto kërkesat këtyre punëtorëve me u plotësu prej kushdo që është përgjegjës, komuna, ndërmarrja e tjera? Po kushdo që është, ato është nëse është ka të bëjmë me fondet ndërmarrjes, ndërmarrja duhet të është e obligueshme të kryejnë më së pari kushtet e punëtorit, kushtet elementare siç janë ato antarësia dhe shujta është diçka jetike, domethënë është një sen që pa to zbohet. Kur të kompanitë private i kryjnë, do të edhe këta me realizu, kështu që këto të me realizu sa më shpejt që është e mundur. Ose nuk keni ju diçka me shtu? Unë jam Arben Plana, kryetari i sindikatës së pavarur të shoqatës Kustit, edhe kam marrë përkraje të kësaj proteste ty në kolegëve dhe kështu gjithmonë do të kemi përkrajen çdo që të nevoja na jena me ta.